8 pika të rendit ditës. Pika për rendit ditës është formimi i komisioneve parlamentare, që është kundër procedurës, kundër praktikës, kundër rregullit, kundër kushtetutës, sepse edhe kushtetuta dhe rregulloria e punës Kuvendit të Republikës së Kosovës thonë që komisionet parlamentare reflektojnë përbërjen politike të Kuvendit dhe ndarjen pozit-opozit, shumicë-pakicë parlamentare. Pra nuk mund të formohen komisionet përderisa nuk ka një shumicë të dëshmuar. Pika tjetër në rendit ditës është votimi i buxhetit për vitin 2026, pra ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2026, dhe këtu është një problem, sepse sipas ligjit për ndarjet buxhetore, financat publike dhe përgjegjësitë thuhet se i vetmi institucion që mundet me propozu projekt ligjin për ndarjet buxhetore është Qeveria e Republikës së Kosovës. Dhe në këtë rast problemi është që ne nuk kemi qeveri. Qeveria e kaluar, pra praktika parlamentare dhe rregulli parlamentar dhe rregulloria e Kuvendit të Republikës së Kosovës thotë që të gjitha propozimet e qeverisë së kaluar, mbas marrjes së zgjedhjeve kthehen në pikën 0 dhe qeveria e re duhet të i ri fillojë nga e para. Pra nuk kemi një qeveri e cila të bëjë një propozim formal juridik për Kuvendin. Pra ky është një problem kushtetues, ligjor, logjik, politik dhe praktik. Dhe po ashtu janë 4-5 marrëveshje ndërkombëtare, të cilat janë po ashtu shumë të rëndësishme, por që marrëveshje ndërkombëtare, pra ligji për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare duhet të shkojë në të paktën në 4 komisionet kryesore, në Komisionin për Politikë të Jashtme, në Komisionin për Buxhet dhe Financa, në Komisionin për Integrim Evropian dhe në Komisionin për Komunitete. Kushtetuta e Kosovës i parasheh 4 komisione të përhershme, të cilat nuk ekzistojnë, nuk janë të formuara dhe nuk mund të formohen sepse nuk kanë një ndarje bazike pozit-opozit. Çështja tjetër që po ashtu është problematike që është vendosur në seancën e orës 11 për nesër është vendimi për ndarjen e buxhetit për komunën e Prishtinës, komunën e Gjilanit dhe komunën e Zubin Potokut. Po ashtu është problematik sepse nuk ka komision, njëjta problematik përsëritet. Dhe po ashtu vendimi është futur në rendite pa drejt, vendimi për ndarjen e buxhetit për ETK-n, ai vendim nuk shkon në seancë plenare, është një vendim që merret direkt në komision dhe që e ka bon vetë vendosja si praktikë se çdo 3 muaj